Deri tani jam kënaqur, por jo vetëm unë, edhe jam sigur edhe tifozët e Elbasanit, stafi tim, lojtarët, presidenti gjithë bashkë. Pse? Sepse sot kemi 46 pikat, vetëm një pik me larg nga Final Four, nga vendit poshtë ne jemi siguruar, domethënë deri tani mund të them jam kënaqur me ekipin, me skuadra. Nga fillim ishim me një besim i madh, edhe akoma do vazhdoj me një besim mund të kapim Final Four. Gjitha ishte hapur, sepse kemi edhe 3 javë fundit, kemi 3 ndeshje shumë vështirë, kemi Ballshi brenda, kemi Shkodra brenda, edhe kemi Partizani jashtë. Domethënë kalendari është e vështirë, por prap gjithë bashkë kemi një besim i madh, mund të kapim Final Four. Neve do luftojmë në fushë si gjithmonë, pastaj Zoti do vendosë, por edhe një herë kemi një besim i madh, mund të kapim Final Four. Jam sigur çdo javë, edhe nga fillimi kur firmos unë me Elbasani deri tani, mund të flasim edhe për Ballshi, çdo javë ishte vështirë. Edhe jam sigur edhe Ballshi do shkoj vështirë. Do shta me vështirë si kundër Ignatia, sepse edhe Ballshi ka nevojë për pikat, ata do luftoj fort, neve pa tjetër, jam sigur do shkoj vështirë, por edhe një herë, ne jemi gati, kemi një besim i madh, do luftojmë fort në fushë, pastaj nëse jemi merituar do fitojmë në ndeshje. Tani unë nuk dua shumë eufori, edhe dua dorim kem në tokë. Domethënë akoma nuk kemi në Final Four. Pastaj nëse kapim Final Four, pastaj do mendojmë për çfarë do luftojmë, mund do bëjmë kampion apo jo. Deri tani jemi në vendit 5, një pik larg nga Final Four, edhe më mirë mos do flasim shumë. Do presim to 3 javë, nëse edhe një herë, nëse mund do kapim Final Four, pastaj do shta mund do mendojmë edhe për kampioni. Por për momentin jemi në vendit 5, kemi 3 javë përpara, do luftojmë edhe pastaj do shta mund do flasim pak edhe me shumë nga titulli kampion.